Varka na erdhi, të dy medajon sot, do veme në Maqedoni, se aty është domatja me 2.000, këtu është me 3.500, janë 300.000 lira në Maqedoni. Edhe nafta është e lirë me 1.100, 1.200, së ta marrin këtu me 2.100, tani do ikim do aratisemi, do presim të birë nata, ashtu kemi marrë? Po pelice, do vim pelice. Pelice edhe me graso do lyemi. Do lyemi dhe me graso, që mos a shikojnë aty në kufi, edhe, po mos e ti që tani prit tani, lese kemi vën kavën ore. I kemi vën, po ato mo, si qënë ato mo? Levat mo, ato mo, lopatkat, ku ka lopatka mo? I kemi aty, e mo mos e fut kohë, aty po shanë. Kështu që nuk rrit me në Shqipëri, ikë mu aratisëm. Do venë Maqedoni, domate 2.000, nafta 1.000, të gjitha janë kafja 500 leka. Kush? Cilat? Së dëgjoje. Femrat. Nuk mere me femra uno, femra të daja, po jo mos femra. Ikëm tani, na vjen keq në këtë moshë. Unë 55, daja 62, jo. 69, tani e morëm, përfundimisht 2006 ta nuk rridhme. Ikëm Maqedoni, si që thash domata, edhe mish ish i lirë ande. Edhe mish i ande i lirës, 7 euro, këte është 11 euro, 12. Ta pimi kafe ta qitaja? Zdo gjë në regu, lesën? Zdo gjë në regu. Okej. Varka pret, këte dori unë, këte ti. Apo, po këte? O biri menës. Po pse bre, a kaq lark jemi? E pse duhet të qenë çmimet katastrofë bre, për Zotin. Shko në Maqedoni që shesh do një jitë, kush e di se çfarë në Maqedoni? Edhe shesh do një çdo gjë e lirë, me naftë, me ushqime, me mishme. Po pse kështu bre? Vendosin tash të ikim me dan, tash do presim të bjerë pa. Do presim të bjerë nata edhe. Çto marrim edhe na çmend. Në gjove o. Edhe. Do pim një kafe tani sa të vinë ata që do na nxjerrin. Sa të vinë ata që do na nxjerrin ande. Dajo, po më pyet njeri, sa do jepim për kokë? Sa 2.500, sa do japim? Sa euro? Me 50 euro do na shpije njeri. Me 50 euro? Nga 50 euro do na... Po mos na edhin në mesliqenin. Hajde. Hajde more brenda tani ti. Hajde tung. Ikë moratisë mbaroj.